Nuk e kuptoj, po mund ta kuptoj intencën e lëvizjes vendosje për kazë zotit Kurti që t'jetë dikush i cili do t'ja ruaj vijën e tij politike, pra i cili nuk do t'jetë kundër zotit Kurti në çfarë do forme. Në anën tjetër e kuptoj intencën e opozitës. Me rujt një balans. Që të ruhet një balans, e balans që është arzakonisht të rëndësishëm, absolutisht, për shkak se presidenti dhe kryeministri në këtë rast, unë mendoj se jo domosdoshmërisht, madje vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me kompetenca të përbashkëta duhet të jenë kushtimisht po them në një vijë. Edhe pse mund të ketë edhe aty mendime ndryshme dhe qëndrime të ndryshme. Pra neve nuk na duhet një president kukull politike, absolutisht, na duhet një person i cili ka integritet, i cili thjesht e kryen detyrën e tij ose të saj sipas kushtetutës, dhe nuk ka kurrë arsye që të, si më thonë, që të subordinohet, ose të nështrohet zotit Kurti ose kujdo qoftë tjetër. Nuk na duhet kësi presidenti, absolutisht. Nuk po du me paragjiku. Absolutisht po du me paragjiku. Por, e kam përshtypjen që zoti Kurti është të kërku një emër të tillë. Dhe në anën tjetër opozita po heziton për shkak se po ka frikë. Absolutisht po ka frikë. Po kjo nuk amniston në këtë rast, nëse po amnistoj ka zotin Kurti që prap nuk amnistohet, opozitën që të propozoj emra.